më afër fermerëve për të zgjidhur të gjitha problematikat e bujqësisë. Ka qenë kjo porosia e kryebashkiakut Maliqit Gëzim Topçiu për zyrën e bujqësisë, por edhe për specialistët e kësaj fushë në çdo njësi administrative. Kjo për të sensibilizuar dhe këshilluar për çështje si mbjellja, luftimi i sëmundjeve, për zgjedhja e kulturave bujqësore që kërkon tregu, si dhe për përdorimin e sasive të duhura të pesticideve dhe plehrave kimike. Topçiu mendon se ka ardhur koha për një zhvillim më të integruar të bujqësisë, ndërsa ju ka bërë edhe një thirrje fermerëve që të bashkohen për të ulur kostot e prodhimit e për të rritur fitimin. Çdo ditë më shumë bujqësia po merr peshën e dur, jo vetëm bujqësia, por edhe blegtoria, edhe bletaria, që janë tre element të rëndësishëm të kësaj zone. Blegtarët janë në numër më të madh në rajonin e Korçës i ka Bashkia e Maliqit. Edhe ne jemi shumë optimistë që kjo do të rritet nga njëri vit në tjetrin. Po ashtu bujqësia, prodhimi që jep kjo zonë në patate, në qepë, në frutikulturë, edhe në perimet të tjera është shumë e rëndësishme. Nuk kemi në tokë bujqësore në fushën e Maliqit që të mos mbillet, nuk ka me toka që të përmbyten, domethënë ka shumë elementë të cilat në një farë mënyre japin premisa pozitive për një zhvillim më të integruar të bujqësisë. E patjetër ka ardhur koha që edhe fermerët duhet të bashkohen që të arrijnë një çmim konkurrues në treg, për të ulur edhe kostot e prodhimit të prodhimeve bujqësore. Bashkia e Maliqit ka në territorin e saj fushën e dytë më të madhe bujqësore në Shqipëri, ndërsa mjaft të zhvilluara janë edhe blegtoria dhe bletaria.